Time me temën që po flasim. Po se do në doa të shpjegoj vetën time. Do unë po të dëgjoj. Unë thash vetëm me lejo ta mbaroj mendimin tim deri në fund. Po as nuk më le me mbaru mendimin tim deri në fund, se më fole për mi. Super, mbaroj, Brikena, po kemi kohën e Zotit. Unë gjana që deshta me të thënë, ti thash nuk po du me u bë përsërit, se gjana që deshta me të thënë ti thash. Në momentin që na kem të folë, edhe tash unë kesh të dhënë mendimin tim, edhe ti ke të dhënë mendimin tënd. Edhe ti nxjerreni vegza. Ti mos i thy këto mendime si ambasador, mos u bë ambasador e paqes. Ti mujtë mos me nxjerr këtë vegë. Unë e kuptoj se ti do ta kesh nga mendimi jot. Nuk mund të japësh mendime si ambasador e paqes. Jo ti, nuk mund të japi mendime si ambasador e paqes. Ti the se Gjesi i Shëndritit ke të thonë që në një mënyrë nuk është gjest i gabushëm, ke të thonë. Jo, sa tash nuk i gabushëm, mund dash opinionin për Gjestin. Ti the vesh një sekond. Si ai ndoshta emocionet e veta. Ti e din shumë mirë, edhe ti e din shumë mirë që nashta ajo gjë që ti po e thu nuk është gjëja e dur dhe mund të jetë gjë gabim që perceptohet nga jashtë. Dhe ti don me justifiku këtë gjë duke thënë, ti po jep mendimin si ambasador e paqes, ti po jep mendimin kështu, ky është mendimi im. Nëse ty duket kaq i saktë sa për të qenë ambasador e paqes, unë të falenderoj, po mos e thuj këtë vegë. Se unë ty nuk nxjerra vegë. Nuk thash ambasadore e paqes, asa kur fare ambasadore. Kështu që as mos e përdor me mua. A mund të thënë një gjë? Po, normal. Për mua më duket shumë jashtë logjike, neve të veprojmë këtu brenda, duke menduar se kush të hap televizorin në atë moment. Këtu brenda ti vepron në bazë të situatës. Nëse ai personi hap televizorin në momentin që Shëndriti i bjen, Shëndriti njëkohësisht po i thotë ti s'ke lënë mua me flet dhe ti s'ke për të flet gjatë ditës, sepse ti s'më ke lënë mua të bëj gjumin e natës, dhe unë do të lej ty të përpushosh kur të dush ti. Nuk mendoj të brenda, nuk e unë mendoj që unë du të menoj për dikon që hap televizorin, ti mos e mendo. Unë nuk mendoj që këtu brenda ti mund të shkosh të lash fytyrën sa zgjohesh, sepse në atë moment është televizori te tualeti apo ti lash dot të pak më vonë. Nashta ti se mendon, unë mendoj që duan më i god. Po ti fol për veti, pra, fol për veti. Debatoj me atë kur e ndjej unë. Nuk është kur e hap njeriu televizorin, kur e hap njeriu në rregull, është për dikon ashta është, për dikon nuk është. Okej, në rregull. Ti nuk e përcakton çfarë, ti përcakton veten tënde. Unë thjesht një personi që ja du të mirën i menoj këtë gjana dhe them pse me bën një gjest shumë tut, pse mi ngel një gjë shumë tut një personi, kur një person që Shëndriti që ka tregu vetëm vlera, vetëm sa djali mirë është, edhe mund thjesht unë ja them se ja du të mirën dhe nuk du që ky me bëhet gjest, ja them edhe kaq, ky është mendimi im. Nuk është se ja them unë për të keq, a kupton? Super nice nga ana jote. Zotin, e di që s'ma do të keqën, por momentin thjesht mënyra si e justifikon pastaj që Shëndriti ka kallëzu shumë vlera, ka kallëzu shumë dënim, shumë situata, unë jam shumë dakord, nuk po them që s'ka kallëzu. Mënyrën se si ka kallëzu shumë, po më them që çdo veprim, edhe më i vogli veprim që është, tregon durimin që ti mund të kesh në atë veprim, a kupton? Tash nëse ti, domethënë nëse ty në sa situata ka ik durimi dhe don shumë situata mund ka ik durimi, edhe do mike. Tjerëve i ka ik durimi, mua për veti durimi nuk më ka ik. Okej, Brikit kërkoj ndjes nëse unë të kërkoj ndjes, në qofse të preka me naj fjallë, po thjesht ta dhash me një tem se ma nxjerrë një vegës edhe mu vegësa të më nxjerrë kush. Unë e vlerësoj shumë që ka ardhur dhe ka thënë që Shëndrit se më ish me dal keq as diçka tjetër se njerëzit. Ty të bën çudi nominimi Greta, kështu që vazhdo të bëj çudi nominimi. Për mua e them më të madhe. Pse unë pata ofenduar një vajzë kur ti e ke bërë vetë? Shumë gabim, do të kërkosh edhe ti falje për veshjen e cila mund të më tregosh se ti më usil me një vajzë tjetër, se me gjeste që i ke bërë këtu me një vajzë, ti nuk më tregon këshilla prej teje, marrën tonë aspektet, marrë këshilla prej teje, po në aspektin, vesh një sekund, në aspektin, vetëm ti s'pe do në aspektin, se si me usil me i femër, prej te e këshilla nuk du, se ti ke tregu anën më të keqe, se si e sil me i femër të mrena. Jo, e ka nuk del, se unë në atë nivel me pështy dikon, me bë gjeste që ke bëti, me ty gjana, unë atë që ti marru për sipër, po meri dhe ti për sipër dhe nga për falje, se dhe ajo ka familje jashtë, edhe ti mban të hapura, edhe ti i ke bërë gjërat, prej femra në këtë shtëpi që mund është me më tregu se si me usil me i femër tjetër. Prej te mu të marrë këshilla në gjdo aspekt, se je yll, je di me gatu, di në nej dik, në gjdo aspekt mund të marrë këshilla dhe jam shumë e lumë të me marrë këshilla gjdo aspekt, po se si me usil me i femër këtu mrena, prej te këshilla nuk du, se ke tregu silin tane, e ke tregu silin tane me